Përveç se djali ka lind mujin e 8 nuk është që ka pas ndonjë problem gjatë zhvillimit, qoftë në moshën 2 mujosh, qoftë edhe me 1 vjet, të folërit sikur çdo fëmijë, zhvillimin e të folërit e ka pas me kohë, për një moment filloi me humb të folënit, filloi mu ashpërsu, edhe për ne gjithsesi si për secilin prindi ishte shqetësim, po nuk është që dishim se çka ka në fillim. Dhe endshmi ku na shkoi kjo mendja te secili mjek pa pas një diagnozë të saktë e tij, me vonë e kemi dërguar në Tiranë. Kështu të bisedu me njerëz që të thumë, nuk po flet djali, po qanë, po vazhdon me refuzu edhe ushqimin tani më. Edhe aty në Tiranë, pas qëndrimit një 3 javë, kemi mësu që djali është me autizëm, është shkallë e lehtë edhe me ADH, edhe trajtimi me kohë, mos ndërprerja trajtimit i ka rezultatet e veta, edhe kemi marrë rekomandim aty që të trajtojmë Prishtinë për shkak të shpenzimeve, të largësisë me Tiranën, të doktoresha Dije dhe Mimoza. Si të erdhi lajmi, Senata Hire? Unë kam punu në organizat dhe kam pa nga afër programin që bëjshin kolegët me viktimat seksuale të luftës, edhe a ditë kur dojshin ma dhanë informatën, morën mu s'pari, tha doj me bu një bised me ty. Edhe pri bisedës unë e pash që diçka nuk është e mirë edhe kërkojsha me ngulm që ma shpejt ma thonë lajmin i cili do të ishte, po procedurat nuk ishin ashtu edhe ato e bon një si seancë psikologjike dhe në fund të më thanë dush mu bo e fort dhe duhesh mu balafaqu me çdo gjë. Shkon e letë dhe sëd, kur e kujtoj atë moment, më duke që ai objekti krejt kaloj mbi mu, po me gjithat kisha 2 rrugë para vetës. Qoftë bija në depresion, qoftë bëhja shumë e fort dhe të luftoja për jetën e tij. Trajtimi i Leartit ka vazhdu me shumë sfida, vetë ajo rrugtimi me arë në Prishtinë, më kthy ato kolonat e vitit 2016-2017 kur unë kam fillu trajtimin, i kanë qenë shumë të lodhshme, po megjithatë unë s'jam dorëzu. Fjalët e para i ka thënë në moshën 7 vjeçare. Ka thirrë mua për herë të parë dhe ka kërkuar. U shkon një lajm për mua ma fantastik në botë. Ma fantastik se çdo gjë, që çdo arritje profesionale, që çdo gjë që kish mujt me ndodhe mirë, qoftë edhe që njerëz nga një herë marrin të mirë qenë paran, për mua ka qenë fjala e thënë nga Learti. Për mua ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë udhërëfimi, vazhdoj me këtë bindjen e fëmijët tim, vazhdoj të ju ndihmoj edhe shumë prindve tjerë, sepse trajtimi me kohë, mos ndarja i ka rezultatet e veta.